Në more. Hajde, e kam gjë. Hajde, një. Rri pak më si, për që më rrinë ashtu. 1, 2, 3. Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kam ko pa bërë video me Agilon dhe kam kaq ditë që lus. Po. Po. Thot vërtetën sa ditë kam që të lus. Po. Njerë kam stërvitje, njerë kam basketbol, njerë do dal me shok, njerë tjetrën dhe kemi mbet pa video. Tani, si fillim, që ka karikja? Së shprisht kështu kjo? Me për me dëshan të shkën. Që me për me gërshara kile shprisht karikja? Ishte kështu. Në kështu. Edhe prishe fare, bravo. Si fillim, dua t'ju falenderoj pa fund për gjitha mesazhet që më keni dërguar dhe për gjitha komentet tek videoja e inaugurimit. Jam shumë mirënjohëse dhe ndihem shumë me fat që kam gjitha njerëz që më mbështesin, gjithë ju që më mbështesin dhe më suportoni në çdo gjë që bëj. Vërtet jam lumturuar pa fund me gjitha mesazhet që kam lexuar dhe me gjitha komentet. Vjen keq me veten time, vjen inat me veten time që nuk kam arritur t'ju përgjigjem të gjithëve. Por akoma nuk jam orientuar me programin e ri, gjithë ditën te puna, nuk dua të filloj të ankohem, jam shumë e lumtur për gjithë ju që më keni mbështetur. Shumë faleminderit. Tani, gjëja tjetër është që ne sot po xhirojmë me kamerë. Më në fund kam kaq kohë pa bërë video me kamerën që kishte mbetur aty në sirtar e prishur, u mundua Agilo ta rregulloj, që mund ta kishte bërë dhe më përpara këtë. Do më thush ti se tash më para. Ço ke që s'fletu Agile? Më duket sikur jam vetëm unë këtu. S'më the. Më. Edhe uroj ta ketë rregulluar dhe uroj mos të xhirojmë kot video deri tani. Domethënë mos na iki dem kjo video, sepse edhe fish nuk gjeja për të kaluar videot që i editoj në telefon dhe më lodhte shumë puna laptopit. Edhe kamera nuk punonte sepse nuk e di, unë jam munduar kaq herë ta rregulloj dhe asnjëherë nuk arrita ta rregulloja. Uroj ta ketë rregulluar Agil. Rri me këtë shpresë. Videoja për sot është. Kam parë tek një youtuber grek që shikoj dhe më pëlqeu shumë si ide, se gjithmonë them ç'a video të bëj. Edhe shoh shumë YouTube grekun kur kërkoj për ndonjë ide të re dhe më pëlqeu shumë një ide që ishte të marrim nga këto programe, tani bën ta them unë nga kush do marrim? Që duke shteti. Jo, e kam fjalën se po përmendim emra dhe ndoshta nuk bën, po siç është Wolt. Jo, më në Shkodër, s'dihet. Këtu në Shkodër kemi vetëm një klikun, nuk kemi Wolt. Një kliku është një aplikacion që shkarkon në telefon, bo Agile ma tot. Ma be ka stile ti që nuk e duroj do të zhurmën e kockave. Atëherë, ne kemi një aplikacion të vetmin që kemi këtu në Shkodër, s'ka dalë në gjë e re. Më duket sikur t'ka marrë kot këtu me zor. Atëherë, edhe quhet një klik, që është pak a shumë si Wolt në Tiranë edhe në vende tjera. Do me thënë, janë disa restorante të ky aplikacioni dhe ti aty mund të porositësh edhe ja u sjellin këta të kësaj firme për shembull në shtëpi, porosin. Ne do bëjmë porosi. A mundesh me shpjegu shpejta? Pse nxiton ti? Jo, më po. Të lodha. Mito vali safto. Nuk duroj njerëzit nga mund të. Ç'është poso milaz. Se më të shmendi, nuk bënë të përqëndrohem. Atëherë, flas shumë, thot. Kjo video s'ka përshkuar fare mirë. Më të shmendi. Atëherë, pra ne do porosisim me sy mbyllur. Do ta kuptoni gjatë videos se unë mundohem që t'ju tregoj se si është kjo video që dua të bëj, por nuk më lën këtu. S'më lën. Atëherë, e ke aplikacionin këtu? Po. Kam. Unë duhet me të mbyll sytë, Mbyllim. Agilo do mbylli sytë
edhe do porosisi me sy mbyllur, të njëjtën gjë do bëj dhe unë, pra te aplikacioni çfarë të dali, do ta bëjmë kështu scroll edhe çfarë restoranti të qelloj, edhe çfarë kështu porosie të qelloj dhe nuk do të dim se ç'a do vi. Unë do e di të Agilos, po Agilo nuk do e di ti dhe ana sjell tash. Dhe Po mund ta po marrin telefonin. Mund ta po marrin jo, telefon. po do përgjigjem më për porosin tënde. Edhe ti do përgjigjesh për porosin time. time. Tash. Porosin time, ha? Okej. Instalon ty në dorë telefonin. Po tani do më lesh se. Prit sa ta vete programi. Unë I pari. Ti I pari? Po. Okej. He gje programi njërë. E forta është të njërë se unë asnjëherë nuk kam porositur të ky aplikacion dhe nuk di ta përdor. Ti se ke. Se kam fare, imagjinoni, e kam fshirë se më zë vend në telefon. Gjithmonë më bën porosi ose Eli ose Agil, unë s'bëj asnjëherë. Duhet zbresim këtë, Edhe frika e Agilos është, e kemi apo se kemi? Okej, do email dhe gjëra kështu tani kjo që të zbritet. Okej, ve një emailin tënd aty çka. Po s'kam si me të vuj emailin të me kam unë këtu. Këtë tjetrën. Do se s'bën email. Po. Mirë ve emailin tim. Po më duket se e kam pasur. Ve, hajt. Po s'punon? A bën ta bëjmë me telefonin tënd të dyja porosit? S'ke si se... Prit. S'ke sire mamja ti, o tani eci, porosit e dy vend, pastaj për shumë marri të dy telefoneve, s'ke si... S'kam si, okej. Lëtë marrës. E ti tha, mi falë safto, mi falë se kilo! Dhe poralo! Automatë, tante! Dhe poralo! Prit. Na u deshën ja 3 vjetë për të zbritur këtë aplikacion të telefonit im se bëja unë sa gabim. Okej. Prit. Email syt pra. Po prit tani. Se unë duhet ta dhe, unë zdi si përdore të Agile duhet më kishtë treguar njërë. Shef gje. Shef gje. Po. Jo. Një sekund. E sigur që nuk shef, Jo për zonë. Se unë kam unë. Kur të më avesh ti mua kujdes me flokët se mi prish. Ta kemi dhe screen record që të kuptohet se që ka... Preje këtë He, si beta tu prej! Pas të dhune to email, ke afta. Nuk duket as email as gjë këtu. Atëherë, Agilet, tani këtu ke për të zgjedhur ma e më kishtin. Këtu tani ke kështu prit. Kjo bëhet kështu Agile, kështu, edhe kështu, edhe cilat do ti. Kupton? Jo se zjarë për poshtën. Jo, po janë kështu këto. Restorant. Po. E di, janë edhe poshtë. Janë dhe poshte? Po. Po pse mirë, be. Be kështu poshtë. E di në radhën! Prit, një sekund. Jo, se do ta bëj kështu unë, shef. Bana si në duat. E di radhën ti, jo, prit, një sekund. Do ta bëj kështu njerëz, unë kështu. Edhe tani ky shef ti, beto. Për zotan. Hajde, be tani. Prit edhe njerëz, se nuk u shtyp gjë. Se vend. Kështu. Prit. Okej. Qa se alla? Tani, mund të bësh kështu. Okej. Po ti beqi kështu lartë e poshtë. E shtyp e njërë, se nuk u shtyp. Prit more se hoqe faqen e qove të qatë GPT-a, Edhe njërë. Beto që nuk shef. Okej. Jo, prit një sekund, nuk për ta shofësh. Tani e fusim këte, unë duhet jave unë tani këte në... Duhet edhe diçka tjetër, Agile. Pse? Okej. Edhe diçka tjetër duhet. Prit. Okej.
Kushtua, okej. Tani. Mos mësoj kam hite aziatike. Jo, mos gudzo ta e që shprit! Nuk të përfundon kjo tani. Kace. O Agile, duhet të positësh dhe diçka tjetër. Prit. Kam bjerë ta shok. Jo, nuk bën për zotin. Nuk bën për zotin ta shok. Kena me bë dhe i herë, se s'duhet me porosi dy gjëna tash, s'duhen. Duhet, more. Edhe i herë. Po duhet edhe një gjë tjetër, 3 gjëra. Se ja është porosi e lirë, nuk e sjellin. Po bjerë ta shof i herë. Edhe i herë. E sjellin, prita. Okej, jo, po nuk bën ta shofë. Kace. Për zotin. Që këtani. Jo, mo. Pritani, përfundo porosin duhet të shkruaj. O, Agile, të lutem se nuk bën ta shofësh. E pova që ishte. Beto. Për zote. Noodles. Prit, një sekund. Se nuk di si përdoret. Nuk. Inshallah ta nullëm porosinje. Inshallah. Adresën e kemi vendosur ne. Jo, prit në bjerë ta... Jo, s'është adresa, s'janë 2 adresa. Jo, se e shefti. Janë 2 adresa, po bjerë... O, Agile, tani nuk dua. Bjerë. Paguaj, no, dorëzim, vazhdo. Po, kam kuj. Pse tani nuk e lë? O, Agile, pse nuk e përfundoj tot? Pse duhet me pa një herë. Porosia u dërgua, thot. Tani ti këtu se kupton ti qa. Jo, e kupton. Jo, për zotin. Jo, se është si për ajo të shkrume. E ku e shofun tani këte? Shiko detajet. Heke tash ti se vjen vetë mesazhi. Më vjen mesazh? Po. Okej, vazhdo me porosin tënde tani. Me porosin time. Haj. A ta vëm këte? Harrova. 2 gjëra duhet dhe unë, Agile. 2? Prit se u fute Snapchat. Ku është telefoni? Se aty. Po mirë se bejo, mos më lëviz kishtin ti se di vetun. A ka mirë kësho? Po. E shtypa? Jo. E shtypa? Jo. Mu ku shkon kishtim? Prit, duhet me shtyp 2 herë, Po mirë more, ti e din se që ku e kam vu gishtin unë. Aty ku vora gishtin. Mirë, hajde, vene prap tash, se iku. E bera? Po. Okej. He. Po, prit tash. Kështu. Kështu. He, e bera? E bera mo? Po. Qa është disha e shpifur? He, zjo dhe gjë. Po. E duhet edhe një tjetër, një aty gjera kam zjedh. Një. Duhet edhe një tjetër. Po s'ke nevoj. Po duen 2 pra. Dën ti 2. Po jo more se dhe ti 2 ke zjedh. Po pse ku unë një desha? Po këshu është, o Agile. Qa ke që qesh? Mire. Ha more. Hajde, he. Hajde, ka qke. O Agile duhet 2. Mirë, hajde, të erë dhe mesazhi. A ishte shtrenjtë ajo Agile? Shumë. Beto. O Agile, ma lenë se të me zjedh vetë. Ku është telefoni? Jetu më pas të kamere. E zjo dhe gjë? Po. Okej. I vure e shto në kosh? Keme shtype diqa tjetër. Jo, po... Një përtin e dyjave tash. Familjare, apo normale. Mo Agile, mos ja fut këtë, nuk bënd mi thuash. Jo, me. A ta eqi? Prit. Mo a porosita 2 copë. Po. 2 gjera i porosita, ta eqi tani? Heke, 7.200 lekë të Mos më thuj lekë të rega moto. Mirë, falë. Një sekund të shof tani se mua merdi mesazh. Dear Dizla, porosia juaj është gati, sot. Ua, ka shpejt? Jo, me lënë që thët. O ja fut kote? Po. Ku ta di unë Agile është pranuar porosia? Edhe sa orë vonon dhe këshu? Ku ta shofun? S'munësh. Nuk e shofe? O?
Okej, pra njerëz tani do presim porosit që të vinë. Alo? Mirë, si ja kalove? Të majtas. Okej, se po dal. Mirë, faleminderit. Erdhi porosi Agilos. Spelgje, ku arritëm pa? Porosi Agilos. Agilo ka këtë të mirë që nuk në argjon shumë. Bageti. Nuk e di, hape. A u qëtësove të paktën? Po. A shprikisht se mos i dilte në një nudës? Këtë ke marrë për vedi? Jo, për zotin, e shtype të parën. Nuk ishim si të merrim vetëm dhallë, prandaj thash unë duhet porositesh edhe diçka tjetër. Agile duhet edhe dhallën ta pish. Me çfarë është do Agile? Me vudi. Ikën 5.000 lekë vetëm për një bageti me vudi. Ka patate, Agile duhet të hash. Duhet të hash. Unë e hamë, pëse le? Duhet të hash dhe duhet të na thuash për shtypjen, është e mirë. Pish dhe dhallin. Sa bezdi kam këto kapakët kështu. Po s'ke nevoj me he. Mirë, okej. O knaqe. A është në rregull? A është e mirë? Na thuj çka ka brenda njerëz, se unë nuk e kam pa fare çka ka brenda. Ashtë vetë. Ka ullinj, domate, kastravec, vudi dhe patate. Jo që patatet, Jam shumë kurioze çka kam porosit unë. Agile, duhet ta është të gjithë. Edhe duhet të thuash a të pëlqeu, a të pëlqeu. Unë e harrova që ke porositi. Kjo jo t'jale shumë shpejt. Mërna 10 minuta vetë. Po në shie si është? E një. Ku e ke marrë? E ke marrë ti jo? Ku e ka marrë? Po, a njefe? Po. Ke marrë në njërë tjetër? Pizza ka marrë, më duket. Jo, s'ka, a ka pizza? Nuk e di. Është herë e parë që dëgjoj si emër njerëz të dia që ka fast food është apo ç'është? S'kam shku në thjesht sa kam porosit. Nuk e di, po në vudi nuk e kam fare qenë. Tani që shkoj që e ha, Agilo them si e ha. Sa ku ke pa ngrënë vudi, Agile? Mban me të bëja kur ishe i vogël që mos haje vudi. Mban me të thoja. E kam traumatizuar, se nuk doja që të hante fare vudi, as ky as Eli. Pse? Edhe i thoja, i tregoja ca video si kur fusnin të gjithë lopën brenda si që ishte. Vërtet nuk ishin dalë ca video kështu. Ja u tregoja dhe i thoja ja kështu bëhet vudi, ja kam shpif edhe që atere më duket se që atere ka pa ngrëna kilo vudi. Ke ngrënë dhe tjetër? Ku? A do ta tregoj edhe njërë video në që ta shpif që mos thash? S'ma shpif. Të pëlqen? Në mirë. Sa e mirë vjen. A duhet i mbyll syte? Apo jo? Ja. Au, mos. Mos më thuj që është flaqe. Qa është kjo këtë sipër? Merë pak herë. Te kush e mora? As vetë se moj mend ku e ke marrë. Kjo e era udhër, Agile, dhe kam një takim për punë pastaj. Me? Briosh me pistakjo! Du me provon paket. Du me provon paket. Vajo, picë me zërzavate. Agile, du të filloj me picë njerë. Kam porosit picë me zërzavate njërës. So me fat jetime. As njërës kam ngrënë picë me zërzavate. E mirë S'ka duket. salcë. Pas ka aromë shumë të mirë, më duket se ka dhe aceto sipër. Nga kush e morën, pak të ndoj ditë? Se di, pro se moj mend. Si s'është e mirë. E mirë, thjesht. Pra e këtë voglen. Picë pa salcë, është kërë parë që buha. Aman? Picë pa salcë. Nuk e gje? Në që kja është mirë, këkoja. E unë dekorja pa. Se djathi ka një aromë, nuk e di. Po ku e pizza pa salcë o njerës? Dua sa pa fat. Nuk i vendose nota saj të ndës. është 6. Po e? Jo. Nuk pëlqen. Njerës nuk pëlqen fare.
A mund pi pak apo e pi vegjik? Na kjo e jotja? Munda? Për që dush. Nëse do kishte salc, ndoshta do hahesh, ndoshta do ishte pak më mirë. Po nuk më pëlqen, më ndjej atë erën e djathtit, shumë të rënd, nuk më pëlqen fare. Unë zarzavatet i ha shumë, sidomos patligjanat, specat që ka këtu të ndryshme, kungull që s'ka. I ha, po... Jo, nuk do e merja. Qa nuk do e merja, unë s'po e përfundoj do të asë një copë nga kjo. Kalojmë te ajo, kjo për mua një dysh. Nuk e di se si e ha njerëzit pizzën pa salcë. Mirë pa salcë. Është tipur që kur ha brum. Provojmë këte. O, Angeli, këtu është imri. Apo jo? Grill po, tash. Kotopulo, gyros. Kjo është greqisht mo. Letra. Nga e ke marrë digje? Një këtë grill. I si hangshëm. O, Angeli, nuk e ke marrë të grill se kjo është letër greke. Duhet pa. Sot mirë kam do pistaqe. Pistakjo ka. Është e mirë. E mirë, Nuk do gjë. Edhe dzet. Më mirë se pizza normal që është. Okej. Hajde. E mirë. Që i vendos? Te saj. Që i vendos? Saj, 1/7, kam ngrënë dhe më mirë. Shqyqyr që mora diçka të hajrit, paktën nga këto dyja. Imagjino të kisha marrë të dyja të shpifura. Ti do kështu tani? Po. Po, pjesën më të mirë. Mua nuk më vej pa gjeti të provoja. Së më the? Ishte me vudi. Të pëlqeu ideja si video? Bukur ishte. Të pëlqeu ushqimi jot? Paka shumë. Pizza nuk pëlqeu fare, si që Ka thash. kush e han pizza. Brioche Mika. Më duket se as Mikës nuk do t'i pëlqej. Brioche ishte okej, i mirë, e engra bashkë me Agelon. Agelo të paktën borosin e tij e engri gjithë, përgjithësi mirë na doli. Mirë. Mund të shkonte edhe më keq, për shembull, do doja shumë që ti kishin qelluar Agelos ato që s'donte, ushqimi aziatik. Ku kemi ne? Kemi ne restorant aziatik këtu. Po ma se patja Asian food. Duhet ta shikoj. Tani ka dalë këtu, tani duhet hapur. Ka qenë. Cili është ky restorant aziatik dhe nuk e njohëm? Është edhe diku në Shkodër, Chinese e ka kështu, Chinese Oh. food. Kalova i ditë edhe pova. Duhet se s'ben të shohim mos ka sushi. Kjo ishte video Angels për sot. Nuk e di se si ka dalë, po uroj t'ju këtë pëlqyer si ide dhe nëse ju ka pëlqyer si ide më thoni nëse do ta bëj përsëri dhe me Elin. Dhe Shpeci jam tha për ujë. ju tha për ujë. Ke dhall këtu. Nëse ju pëlqeu kjo video, na thoni nëse doni të bëjmë si kjo në një tjetër. Mos harroni të bëni subscribe, sepse jemi gati afër 91.000, jo 91, 92.000. Kam marruar nesër. Diçan shumë hec të shtë. Jemi, do më thënë, rrugës për të vajt 100.000 subscribers dhe ju kam thënë, ju lutem deri në shtator që kam ditëlindjen të shkojmë 100.000 subscribers. Bëni like nëse ju pëlqeu kjo video, komentoni çfarë të doni dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim Angels! Po shi.